إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أنكم غدا بين يدي الله واقفون ستسألون عن أعمالكم وأقوالكم اللهم يسر لنا الحساب وقنا العذاب برحمتك يا عزيز يا تواب. Gjithë falenderimet, madhërimet dhe lutjet qofshin për Allahun xhelle xhelalu, një i vetëm dhe i pashoq. Atë falenderojmë, prej tij kërkojmë ndihmë, prej tij kërkojmë falje. Allahun e dëshmojmë si një të vetëm, të pashoq, të pafillim, të pambarim, të pakrahasuar me askënd për krijesave të tij, sikurse dëshmojmë se zotëria dhe i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Ato e dërgoi Zoti për të nxjerrë njerëzit nga errësira e udhëtarisë dhe ignorancës për ndritën e besimit dhe diturisë, dhe padyshim që për të zgjodhi familjen më të ndershme që ka patur ndonjë profet, shokët më eminent dhe besnik që kanë shoqëruar ndonjëherë ndonjë profet, dhe zgjodhi që ummeti i tij, ashtu sikurse pejgamberi alayhi salatu wasalam shembull në virtytet e tij të larta dhe moralin e tij të lartë, ashtu dhe ummeti i tij të karakterizohen nga të tilla virtyte, ku e lutim të madhnueshmin Allah të na bëjë prej tyre në këtë dynja me praktikën tonë, të na bëjë prej tyre në ahiret ditë kur do të kemi nevojën më të madhe të bashkangjitemi karvanit të profetit tonë. Të nderuar vëllezër dhe motra, në kuadër të virtyteve dhe cilësive, kritereve të besimtarit, të cilat i kërkohen këtij besimtari, Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin e tij famlar vazhdon dhe thotë: "Walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama." Dhe ata të cilët nuk e prezantojnë dhe as nuk dëshmojnë rrejshëm. Sifat dhe cilësi e besimtarit është sinqeriteti. Origjina e njeriut është sinqeriteti. Gënjeshtra dhe mashtrimi është diçka që njeriu e fiton gjatë jetës. Me sinqeritetin lind. Këto virtyte i fiton gjatë jetës mbi bazë të nevojës që ai shpreh tek vetja e tij. Pejgamberi ynë i dashur alayhi salatu wasalam ka qenë njeriu më gojëmbël dhe njeriu i cili kur nuk thonte vetëm se të vërtetën. Ndaj ka thënë, unë bëj shaka, por nuk bëj shaka vetëm se me të vërtetën. Ndaj kur ka folur për njerëzit të cilët gënjejnë që të tjerët të qeshin, i ka rënditur si një ndër ata persona të cilët janë ngarkuar me gjunah të madh. Ka thënë, unë bëj shaka, po kur nuk flas vetëm se të vërtetën. Kemi rastin kur një zojë nderuar shkon tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i thotë, o i dërguari i Allahut, lutë Zotin të më fusë në xhennet, o Zot na fut gjithë në xhennet. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, a nuk e din ti se në xhennet nuk futen plakat, nuk ka vend për plakat? Dhe nisi të qaj dhe largohet, sepse kuptoi domethënë se ti nuk mund të futesh në xhennet. E thret pejgamberi alayhi salam dhe i thot, po a nuk e din ti se njerëzit në xhennet futen në moshën 33 vjeç,
Pra nuk do të futen pleq. Edhe nëse në këtë botë ka jetu, ja ka shkrujt Zoti me u plak, domethënë mosh thyer. Në xhenet inshallah ka për të hyrë në këtë mosh. Pra bëj shaka thot, por nuk flas vetëm se të vërtetën. Kjo në kuadër të asaj se çfarë duhet jetë besimtari vazhdimisht. Besimtari vazhdimisht duhet i përmbahet vërtetës. Qoftë kjo në të thënur, qoftë kjo në të dëshmuar, qoftë kjo në praktik dhe në të zbatuar. Pra nuk bën qoftë dhe as me shaka, që njeriu domethënë të gënjej apo të thojë diçka ndryshe nga e vërteta. Ndërsa kjo për cilën flet Allahu xhelle xhelalu është diçka shumë më e madhe se sa sinqeriteti ose gënjeshtra në kuadër të shakas për cilën ne po flasim. Një ditë për ditësh pejgamberi i Zotit teksa qëndronte me shokët e tij. Thot ishte i mbështetur, pra si gjysmë i shtrirë, thon ndryshe, ishte i mbështetur. U drejtohet shokëve të tij dhe u thot: "A dëshironi t'ju tregoj për ato gjunahet e mëdha, gjunahet shkatruese pra?" I thon: "Patjetër o i dërguari i Allahut." Thot: "El ishraku billah wa uququl walidain." Thot e para, ti bësh shok Allahut. Asnjë gjunaf në botë nuk mund të barazohet me këtë gjunaf. Ruajna Zot dhe na pastro Zot dhe na maj Zot larg shirkut, i dhujtarisë dhe të bëni shok Allahut xhelle xhelalu. Mos respektimi i prindërve, thot dhe siç ishte i mbështetur, u ngrit, pra u ul. Pra nuk qëndroi më i mbështetur, por u ul normal dhe tha: "Ela wa qawlu zur wa amalu zur." Tha fjala dhe vepra e rrejshme, dëshmia e rrejshme apo të vepruarit me të. Dhe thot sahabiu që e transmeton hadithin, thot aq shumë e ka përsërit, jo 1, 2 ose 3 apo 4, sa mendova se nuk do të pushoj kur pejgamberi alayhis salam së përsërituri. Nuk do të ndalet së përsëritur, pra aq shumë e ka përsëritur një diçka të tillë. Arsyeja pse e përsëriti kaq shumë, për të treguar se çfarë dëmi të madh shkakton kjo gjë në shoqëri. Të nderuarit e mi, Islamin të cilin na e ka shpall Zoti nëpërmjet pejgamberit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, na e ka shpallur si një rregullator me patjetër jetës tonë, si një rregullues i lidhjeve tona, si një porositës i mirë për marrëdhëniet tona, me patjetër. Lidhja farefisnore aq sa është e rëndësishme, aq është edhe e frikshme. Aq sa është e rëndësishme, sepse Zoti na porosit që vazhdimisht ta mbajmë atë lidhjen farefisnore në çfarëdo lloj situate, të mos jemi si të tillët të cilët nëse më vjen i shkoj, nëse më nderon e nderoj, pra si një kthim borxhi, por si një përgjegjësi. Por në të njëjtën kohë është e rrezikshme në çfarë aspekt kur vjen puna e hatrit. Kur vjen puna e hatrit, siç ndodhi me pejgamberin alayhis salam, në përballjen që patën sahabët e nderuar me Musailem el-Kadhab që nisi me kohën e Rasulullahit, një prej tyre kur e pyetën dhe i thanë çfarë mendon ti për Musailemen, vallahi tha, e dim që gënjeshtar është, por gënjeshtari i fisit tim është më i mirë se sa i sinqerti i Bani Hashim ose i Kurejshitëve. Pra hatri çfarë i bëri? E bëri që ai të pozicionohet me të kotën, me shku bashkë me këtë të kotën ruajna Zot për në xhenem. Ndaj Allahu xhelle xhelalu na ka vënë përballë një prove të madhe, prova e hatrit. Dhe hatri duhet jetë hatri i Allahut xhelle xhelalu. Duhet sundoj tek njeriu hatri i Allahut. Duhet mbizotroj tek ndjenjat e tij hatri i Allahut dhe asnjë hatër tjetër. Ndaj dhe Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin e tij famlar kur na flet pikërisht për këtë pjesë, drejtohet dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin." O ju të cilët keni besuar, tashmë përgjegjësinë e kalon jo thjesht mbi njerëzit, por mbi ata të cilët kanë besuar, kanë zgjedhur që besimi në Allahun të jetë motoja e tyre, të jetë jeta e tyre, të jetë frymëmarrja e tyre. O ju të cilët keni besuar,
jeni të drejtë, të qëndrueshëm në këtë drejtësi. Dhe kur dëshmoni të jeni sërish të drejtë, pra jo vetëm që të jeni të drejtë aty ku nuk të prish punë, por dhe kur dëshmoni, dhe kur kjo dëshmi të jetë kundra vetes tuaj, dhe kur të jetë kundra prindërve tuaj, dhe kur kjo dëshmi të lipse të jetë kundër të afërmve tuaj, jeni drejt, urdhër prej Allahut, jeni dëshmitar të saktë, thojeni të drejtën, bëhuni të zotët e të drejtës, kapuni pas të drejtës, sulmoni duke e braktisur atë i cili nuk është në rrugën e të drejtës, edhe në qoftë i afërmi yt, edhe në qoftë vllai yt, edhe në qoftë nëna dhe babai yt, ne i duam dhe i nderojmë të gjithë, por sa duam Allahun xhelle xhelalu nuk mund të duam askënd. Ndaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në misionin në shpalljen e parë të misionit të tij, thridi pikërisht familjarët e tij, njerëzit më të afërt, xhajallarët, hallat e tij, derisa thridi dhe emrat e familjarëve të tij, gjithsej i cilin e thriste me emër dhe u thonte përgjigjuni Allahut se nuk kam çfarë ju bëj nëse nuk i përgjigjeni kësaj thirrje. A do duam vallë që me gabimin e të afërmit ton të shkojmë të gjithë së bashku në humner, rujna Zot, të drejtohemi të gjithë për të shkuar për në xhehenem nëse dikush e ka zgjedhur rrugën për në xhehenem, të hash hakun e tjetrit, të marrësh pronën e tjetrit me pa të drejtë, apo si pasojë pa aftësisë së tij. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka prej tyre të cilët qëndrojnë para meje, pra për një gjykim. Mirë po, i Zoti i të vërtetës ka probleme në mënyrën se si e shpreh atë. Nuk din të garantoj hakun e vet, nuk din të mbroj hakun e vet. Pra shprehet gabim dhe unë gjykoj në favor të atij i cili e ka më të hedhur, ai i cili domethënë nuk është në të drejtën. Por le të ketë frikë Allahun, thot, çdo person për të cilin gjykoj në favor të tij, pra gjykoj në favor të tij, se çdo gjë të cilën e ka marrë me të padrejtë, zjarri i xhehenemit është më parësor për të. Rujna Allah. Ne nuk jetojmë këtë dynja me bindjen dhe shpresën se do të jemi këtu të përhershëm. Ne e dim që dynjaja nuk është gjë tjetër vetëm se një urë, ku do të zgjedhësh se ku do të shkosh. Vallë do të shkosh në drejtimin e djathtë, na bëjë Zot prej djathtëve, apo do të zgjedhësh të shkosh në drejtimin e majt, ruajna Zot prej të majtëve. A do të zgjedhësh të jesh prej atyre të cilët shkojnë për në xhennet, apo prej atyre të cilët zgjedhin që bashkërisht me farefisë me gjithçka të shkan të shkojnë për në xhehenem, ruajna Allah. O vëllezërit e mi, porosisin vazhdimisht që dynjaja është e shkurtër, bëje llogarim për çdo ditë. Ashtu siç ka thënë i nderuari Hasan el-Basri rahimahullah, dynjaja është 3 ditë. E djeshmja e cila ka kaluar, për cilën nuk të kërkohet ose nuk të mbetet gjë tjetër të veprosh, vetëm se ti bëjsh tauba Allahut, të pendohesh tek Zoti, dhe nëse dikujt i ke hyrë hak me i kthy hakun që i ke marr, e sotmja të cilën jeton dhe nesërmja të cilën nuk e dim nëse do të jemi. Ndaj qaje të djeshmen, puno të sotmen, dhe kur shpresosh për të nesërmen, shpreson mëshirën e Allahut dhe shpreso që Allahu të përdorë për punë të hajrit. Lutem ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro, na oriento për nga e mira dhe na bëj prej atyre të cilët janë të dhënë pas saj, na largon nga e keqja dhe na bëj prej atyre që e urrejnë atë. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal kamilin wa afdalu ssalati wa tammu taslim ala sayidina wa sayyidil khalq أبي القاسم محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين. Të nderuarit e mi, dëshmia e rreshme nuk është thjesht diçka administrative. Nuk është thjesht një dëshmi kur ti ftohesh për një gjykat, por është dhe një rrugë të cilën ti e zgjedh në jetën tënde. A keni parë të nderuarit e mi se sa peshe lehtë jemi në marrëdhënien tonë shoqërore, familjare dhe më gjërë? Kur dëgjon për gabimin e dikujt apo kur dikush të përcjell gabimin e dikujt apo një akuzë për dikë apo ku ta diun gjëra të kësaj natyre, edhe pse ty personalisht nuk është se t'intereson çështja në fjalë, por ti shkon dhe pozicionohesh dhe e merr fjalën apo dëshminë e atij i cili ta solli krye kaput. Pa e vërtetuar, shkon dhe bëhesh palë me të. Pra dikush thot, e din se filani kështu? Jore, me vërtet? E mbarove çështjen tënde. Çfarë ndodhi në këtë çast? Ajo që ndodhi me ty është se ti zgjodhe një metodë të gabuar. Zgjodhe një metodë e cila në jetë do të nxisi për në të keqe, për në paragjykim, për në gjykime jo të drejta. Zgjodhe diçka e cila është në kundërshtim me fenë e Allahut. Allahu me madhnit vetë në ka bërë ftesë vazhdimisht që kur dikush ju sjell ndonjë lajm, ndonjë informacion, ju vërtetojeni ato. Pra mos gjykoni dhe mos merrni qëndrime apo vendime pa e hetuar fillimisht. Që do të thotë se besimtari në jetë jeton si një krijesë vigjilente, si një njeri vigjilent. Ndaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë la yuldahu almu'minu min juhrin marratayn. Besimtari nuk bën asesi të pickohet nga njëjta zgavër 2 herë, pra të gabojë të njëjtën gjë 2 herë. Sepse kur zgjedh të gabojë 2 ose 3 herë të njëjtën gjë, ai ka zgjedhur një metodë totalisht gabuar. Mirë për atë i cili hesht karshi të drejtave të tjerëve. Mirë për atë i cili bëhet palë në ngrënien e pasurisë së tjetrit, të mallit tjetrit, të pronës së tjetrit, duke menduar se kjo dynja është e përhershme. Tokën, pronën, pasurinë, vallahi gjitha këtu kemi me ilon. Ajo që do na shoqërojë është familja, është vepra, pasuria, por ajo që do të mbetet me ty do të jetë vetëm se vepra jote. Vetëm ajo që ke bën në emër të Allahut xhelle xhelalu dhe ajo që ke bën në emër të shejtanit mallku. Ndaj le të shpallim luftë shejtanit ashtu siç na ka shpall lufta i neve. Dhe kjo luftë mos të jetë diçka me fjalë, por të jetë diçka me vepra, të jetë diçka me bindje dhe të jetë diçka me këmbgulje vazhdimisht. Kjo luftë të jetë zbatim i fesë Allahut, ato që don Allahu prej nesh, dhe të jetë një kapje akoma më e madhe pas fesë Allahut. Nuk ka në këtë dynja hatër mbi hatrin e Allahut. Dhe nuk duhet ketë asesi tek besimtari dhe të gëzoj tek besimtari hatër dikush më shumë se sa hatri i Allahut. Ndaj o vëllezër, në këto kohë të vështira, hatri le të jetë hatri i Allahut, jo hatri i robit të Allahut. E lutim Allahun xhelle xhelalu Zot na falë na mëshiro. Na bëj se Zot me moralet e larta të Hazretit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundso ta vëmë atë në shërbim të fesë tonë dhe të dinit tonë. Na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundsoj më të nushme Allah të vdesim me dinjitet dhe shahadet. Të lutem ty më të nushme Allah për çdo të sëmur Allah shëroje, për çdo të zbrengosur, të stresuar, të munduar nga borxhet, hallet e jetës, Zot jepi zgjidhje dhe shlyerje. Të lutem ty më të nushme Allah për çdo musliman anë mban botës kudo që ai është, kudo që ai ndodhet, kudo që ai jeton. Zot ndihmoje dhe qëndroj pranë, ofroj Zot stabilitet, ofroj Zot siguri, ofroj Zot qetësi, strehim e mbi të gjitha ofroj Zot besim. Lutem ty më të nushme Allah posaçërisht
për muslimanët e Gazas, për muslimanët e Palestinës, ata të cilët e gjithë bota sot o Zot i ka kthy shpinën, Zoti i Madhnueshëm mos i kthe dyert e zemrës tyre, mos i kthe o Zot pa një përgjigje pozitive. Ndihmoj o Zot, forcoj o Zot, na zgjo o Zot për gjumit thellë në cilin kemi rënë që të gjithë ne na rikthen fen tonë me një rikthim të vërtetë, rikthim pas cilit nuk ka më devijim. Ne i bashko zemrat tona ashtu sikurse i bashkojmë safet tonë për namaz. Të lutem ty i Madhnueshmi Allah, na largon çdo të ligë dhe çdo vest ligë. Të lutem ty i Madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove të mbledhemi në këtë ditë begat, në këtë vend begat, me madhëruar madhërinë tënde, na e mundsoi Madhnueshmi Allah, që të gjithë bashku të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, bashkë me familjarët tanë, dashamirët tanë, të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan në emër të Zotit. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.